Atëherë, përshëndetje të gjithëve nga stadiumi i Leskovacit, ku nesër do të luhet ndeshja Serbi-Shqipëri. Jemi këtu në konferencën zyrtare të ndeshjes një ditë përpara me trajnerin Silvinjo dhe me mbrojtësin të Hysa që do i përgjigjen pyetjeve tuaja. Konferenca do të zgjasë 30 minuta zakonisht. Ju lutem prezantohuni gjithmonë kur merrni mikrofonin. Do të nisi fillimisht me pyetje për Hysen, i cili pasi të ketë mbaruar do të bashkohet skuadrës dhe ne do të vijmë me trajnerin zakonisht. Atëherë, pyetja e parë për Hysen, po. Përshëndetje, Elban Xhani TV Klan. Elci, jam thjesht kurioz si është kjo praksfit krahasuar me atë të disa viteve më parë. Po, të them drejtën, për mua tani emocionalisht është gati e njëjta gjë, sepse me vërtet po përjetoj të neshje shumë emocionalisht, se është një neshje shumë e vështirë dhe e bukur për ta luajtur dhe me zor përpres që t'jena në fushë nesër. Masat e sigurisë, çfarë ide të japin deri tani, edhe pse ke 2-3 orë që jeni këtu? Po, këtë masën e sigurisë kanë qenë dhe herën e kalume, besoj që është një gjë që e kanë për sigurinë e tyre, po mund të na japi një karikim ne lojtarëve ose ne gjithëve si kombëtarë që kemi ardhur në Serbi, që me që jena kështu të mbrojtën, duhet karikona një çik më shumë për ndeshjen nesër. Ylliaga Digital, Elsi, ndeshja 93 kundër Serbisë dhe praktikisht një finale për një bilet mundshme në botror. Je indikuar nga këto faktor apo vetëm tek fusha e lojës? Faleminderit. Jo, të them drejtën, është një kënaqësi dhe një nder të arrijë rekordin e Lorik Canës, nëse do arrijë, po unë mendoj gjithmonë për neshën, për kombëtarën, nuk është se është një objektiv që mund të ndryshojnë objektivin që kemi ne si kombëtar ose mu si lojtar, kështu që besoj që veç jam për skuadrën dhe pastaj do shohim gjëra të tjera mbrapa. Elsi, përshëndetje, Elvis Ergja Digital. Keni dhënë ndonjë këshill lojtarëve, sidomos atyre më të rinë në moshë për këtë ndeshje, duke patur parasysh dhe ngarkesën emocionale që ka? Po, të them drejtën, është shumë e thjeshtë, se sot sa erdhëm këtu, nga sa u nisëm nga hoteli që ishim në Tiranë, deri tani besoj që gjithë lojtarët e kanë pa vetë dhe kanë përjetuar emocionalisht çdo gjë që kemi bërë deri tani, dhe besoj që do jetë një gjë pozitive për ne dhe për lojtarët, sepse e kanë kuptuar se si është kjo ndeshje nesër. Elsi, Edi Tufa, Top Channel. Para 2 muajsh ne patëm ndjesinë sikur e humbëm një ndeshje që mund t'i merrnim 3 pikët. Sot si është këtë prag ndeshje, mendon që i kemi shanset po ashtu që ta fitojmë këtë ndeshje? Po, normal që ndeshja e kaluame, besoj që fitoria ishte për ne, sepse ne luajtëm mirë dhe të them drejtën tu do e kemi marrë me njëjtën gjë, sepse një neshje është neshje futbollit që nuk i dihet se si mund të shkojnë, si ishte edhe në Shqipëri që gjithë po thoshin që mund të ishte shumë e vështirë, shumë ekstreme kështu, po futbolli është futboll, mund të kesh raste ti, mund të shënosh, mund të fitosh ndeshjen ose mund ta humbasësh. Po thjesht dëshiroj që gjithë të japin 100% fushë dhe pastaj sido që të shkojnë do jetë një gjë tjetër si do shohim pas ndeshjes. Sulçe? Altin Sulçe, a dy si emnen. Si mendoni Elsi, me që jemi te përqindja ta 100%, sa përqind ka ekipi ynë që marrin rezultat pozitiv, fitore, barazim, humbje? Ne kena ardhur për fitore, nuk kena ardhur për barazim as për humbje, kështu që si thash përpara, ne duhet jemi koncentruar te as 100% ndoshta nuk dalin, duhet jena 120%, sepse me vërtet është një ndeshje delikate dhe e fortë që mund të jetë një finale për ne dhe si për ata, kështu që duhet ta dinë që edhe nga ana tjetër janë njëjtin pozicion si kemi edhe ne. Yusaj, Enos Karço, RTSH. Dihet që është një transfer të vështirë, ndeshje vështirë, kundërshtar i vështirë. Por gjithashtu e dim që kjo është një ndeshje për jashtë apo brenda për ne. A është Shqipëria gati dhe lojtarët tanë gati për të marrë fitoren në një fushë si kjo në Serbi? Gjithë si që unë gjithë e mendojnë si unë, besoj që duhet kemi marrë për fitore, sepse nuk vim për barazim ose për humbje këtu. Po si thash përpara, futbolli është shumë i çuditshëm, që nuk i di si mund të shkojnë, po gjëja e mirë do ishte se gjithë ne të kena një mendim dhe një mendje për nesër, që tim gjithë fushë, gjithë me një mendje për testë përpara dhe për të marrë një fitore, kështu që shpresoj që nesër të jetë kjo moment ose dita. Pozdrav gospodine Kisaj, Dušan Pozdrav za gospodina Hisaja.
Dušan Uštević, Portal Telegraf. Dušan Uštević, Portal Telegraf. Pitanje za vas. Srbija ima dosta dobrih napadača, među njima i Dušan Vlahović sa kojima ste imali prilike da igrate u Italiji. Od koga mislite da vam preti najveća opasnost što se tiče napada Srbije? Po, normal, e dim gjithë që Serbia ka lojtarë të mirë, ka sulmuesa të mirë, po kam luajtur dhe në Itali me sulmuesat që ka Serbia, janë gjithë me kualitet, po siç dim dhe ne kemi kualitetet tona, kemi një frym grupi shumë të mirë, jemi lojtarë me eksperjenca, kështu që shpresoj që dim dhe ta përballojmë sulmin e Serbisë. Any other question from the Serbian media? For the player? No? Okay, kjo që edhe pyetja e fundit për Elsin. Elsi, falenderoj. Mundi të bashkëpunojmë skuadrën, ne do vazhdojmë me trajnerin Silvinjo. Atëherë. Po, Gjehon, please. Përshëndetje, mister. Per Italia, giusto. Përshëndetje. Alban Xhani TV Klan. A mund të qoftë kjo ndeshja më e rëndësishme gjithë kësaj ecurie kombëtare shqiptare personalisht e juaja? Possiamo chiamare questa la partita più importante tra il suo percorso con la nazionale albanese? Përshëndetje. Tutte le partite sono importanti. Oggi sì. La domanda è giusta. Oggi sì, assolutamente. Un mese fa era Lettonia. Se non vince Lettonia non aveva senso restare qui. Abbiamo vinto, allora siamo in grado di giocare una partita molto importante. Vinci qua, la prossima è Andorra, è inutile vincere e Andorra non fare niente. Poi oggi sì, assolutamente d'accordo che oggi è una partita molto importante, oggi no, domani è una partita molto importante per noi. Dopo è bella perché è emblematica, c'è un contenuto importante indietro di questa partita. Forse la più importante in questo percorso che ho fatto con la nazionale, non lo so, ma emblematica certamente come abbiamo visto a Tirana. Tutte e due sono partite diverse, si sente che sono diverse, è bello da giocare. Të gjitha ndeshjet janë të rëndësishme, por sot po, absolutisht është ndeshja më e rëndësishme. Një muaj më parë ishte ndeshja ndaj Letonisë, por nëse do kishim fituar aty nuk do kishte sens kjo ndeshje, por fituam edhe tashmë luajmë një tjetër ndeshje shumë të rëndësishme, nëse do të fitojmë kemi Andorën e cila do të jetë ndeshja më e rëndësishme në vazhdim. Nuk e di nëse është ndeshja më e rëndësishme, por është emblematike dhe kjo është e bukur e kësaj ndeshje dhe janë ndeshje të ndryshme siç e pam edhe në Tiranë, dihet që në atmosferë, po besoj do të jetë një ndeshje e bukur. Mister Elvis Regja Digital, është gati ekipi për të synuar fitoren dhe a keni punuar me sulmin pasi po na mungojnë golat pikërisht nga sulmuesit? È la squadra pronta per vincere domani e avete lavorato con la fase offensiva perché mancano i gol dagli attaccanti? Përshëndetje. Quanto riguarda la partita, poi come l'ho detto è una partita molto importante, diversa, bella da giocare. Allora, abbiamo avuto un periodo di 3 giorni e mezzo da allenare bene le squadre, a parte difensiva, la nazionale è quello, sono 3-4 giorni, veloci, video, pratica al campo, correzioni e partita. Abbiamo arrivato qui pronti tutti, veramente. Ieri un bellissimo allenamento abbiamo fatto, un livello di intensità alto, forti, tutti i calciatori pronti, è quello che voglio vedere in tutti loro. Domani scegliamo quello che va al campo, ma sì, abbiamo lavorato parte difensiva, parte offensiva, abbiamo lavorato come squadra. Quanto riguarda il gol è l'ultima parte del calcio, si costruisce, si lavora per segnare. Calcio non è mica semplice, poi tutti i miei attaccanti hanno il mio supporto, tutti loro, io mi fido tantissimo di tutti loro fanno un bellissimo lavoro per la squadra, dopo provano certamente a segnare, sono convinto che tutti loro sono in grado di andare al campo e segnare.
Siç e thash, është një ndeshje e rëndësishme, e bukur edhe ndryshe nga ndeshjet e tjera. Për 3 ditë e gjysmë kemi pasur servitje të vazhdueshme në Tiranë, duke përdorur edhe videoanalizën, më pas duke shkuar në fushë, duke korrigjuar ato çfarë kemi vënë re, po ashtu edhe nga videot. Dje kemi zhvilluar një servitje të nivelit shumë të lartë, gjithë lojtarët kanë qenë të gatshëm edhe janë përgatitur stërvitjes, janë përgjigjur stërvitjes. Nesër do duhet të zgjedhim lojtarët të cilët do të dalin në fushë, por jemi servitur si skuadër. Goli nuk më shqetëson mungesa e golit nga sulmuesit, sepse goli është fakt pika e fundit e futbollit, sigurisht ndërtohet për të shkuar te goli, por unë kam besim që të gjithë lojtarët dhe të gjithë mund të përgjigjen atyre çfarë kemi përgatitur gjatë servitjeve. Endi Tufa, Top Channel. Mister, për i kohë tashmë konsideroni si një trajner që nuk ndryshoni shumë. Trajneri i Serbisë ka deklaruar që ne dimë si luan Shqipëria dhe nuk është se ka diçka të re. Keni një surprizë për nesër? Keni diçka që do të ndryshojë nesër, krahasuar ndoshta me ndeshjen e parë? Già da tanti tempi li conosciamo come un allenatore che non cambia tanto e anche l'allenatore di Serbia ha detto che noi già lo sappiamo come giocherà Albania. C'è qualche sorpresa per domani? Përshëndetje. No, quanto riguarda la partita, anche noi sappiamo di loro. 3 centrali, 2 esterni, 3 centrocampisti, un mancino, 2 attaccanti. Guarda, quanto la nostra squadra, io penso tanto in nostra squadra, ce l'ho, non dubbio, ma ancora abbiamo un allenamento, importanti capire, domani mattina praticamente la squadra è pronta. Posso dire, loro già sanno tanto. Në fakt edhe ne dim ekipin e tyre, luajnë me 3 qendërmbrojtës, 2 mbrojtës krahu, 3 mesfushor, 2 sulmues, praktikisht e dim edhe ne si do të luajnë, por nuk mund t'ju them për ndonjë surprizë, se tash do merrin shumë më tepër informacion, por kemi një stërvitje të rëndësishme që na pret pas pak edhe do të marrim vendimin nesër. Përshëndetje, Bletar Kuka, FC News. Mister, është thënë që është një ndeshje si një finale, thonë që duhet fitoria. Realisht për mendimin tuaj, si janë shanset tona dhe të Serbisë për këtë ndeshje? Shumë herë thuhet 50-50, kemi shanse më shumë ne, më shumë Serbia. Çfarë mendoni për këtë? Già lo sappiamo che questa è come una finale che noi dobbiamo vincere, ma quali sono le possibilità tra noi e tra Serbia per vincere? Ci sono 50-50 o noi siamo più favorizzati o loro? Come lo vedi? Përshëndetje, tutto un piacere rivederci qui. Abbiamo fatto una bella chiacchiera 10 giorni fa, 15. Poi guarda, calcio è imprevedibile. Calcio, ripeto, è imprevedibile. Per quello noi non possiamo anche fare bet, è giusto, Farà bene, non vince. Sembra che tutto... non so. Io sono un allenatore, ho fatto di calciatore 15-16 anni con tutta umiltà, in grandissimo livello. Ho fatto già un mondiale come collaboratore, un'Eurocoppa con l'Albania. Io mai ho visto una partita che vince uno prima di iniziare, e dopo ci sta. Questa è una squadra forte, sappiamo, con valori individuali importanti, calciatori di campionati importanti, pesanti, calciatori forti. Allora, noi abbiamo visto a casa che abbiamo giocato a pari lì, abbiamo cresciuto tantissimo come squadra, dopo un europeo, esperienza. Tutto può succedere in una partita di 90 minuti, sappiamo noi, ma anche sanno loro. Non c'è, secondo me non esiste un percentuale, esiste andare fuori con tutta l'intensità del mondo e giocare con forza, con anima e cuori, dopo vediamo. Ma io ci credo veramente in nostre squadre. Grazie. Mr. Altin Sunçe. Futbolli në fakt është i paparashikueshëm, nuk mund të vësh një bastë dhe të thuash do të fitojmë këtë ndeshje. Kam bërë një karrierë 15-16 vite si lojtar, me modesti e them në një nivel goxha të lartë, po ashtu kam qenë
zëvendës trajner edhe tek një ekip që kam përjetuar dhe eksperiencën e botrorit, kështu që nuk kam parë asnjë rast një ndeshje e cila mund të quhej e fituar tashmë nga njëra nga skuadrat. Kundërshtari është një skuadër e fortë, ka lojtarë të mirë individualisht, të cilët luajnë edhe në nivele të larta. E kemi parë edhe tek ndeshja në Tiranë që niveli ishte aty pak a shumë të dyja skuadrat, por ne jemi rritur shumë, sidomos edhe nga eksperienca në Europian, jemi rritur si skuadër, por të gjithë e dimë që në futboll ndodh çdo gjë në 90 minuta. Por unë besoj të gjithë lojtarët e mi dhe duhet futemi në fushë me zemër dhe me shpirt. Sulçe. Altin Sulçe, dy sjenën. Mister, nuk kemi më kohë në ndeshje fundit. Gjatë tyre eliminatoreve, shumë lojtarë nuk kanë qenë ashtu siç ju keni pritur. Do t'i jepni shansin e fundit apo do luani asin nel mëngë? Noi non abbiamo più tempo, questa è la ultima partita. Abbiamo visto che qualche giocatori durante le qualificazioni non sono stato nel suo livello. Sarà questa, tu dai un'altra possibilità a loro o giochi l'ultima carta con questa partita? Përshëndetje. Ripeto che la partita più importante in questo momento è domani, ma abbiamo fatto un percorso perché se tu arriva qua con 3 punti sei eliminato. Si vince questa partita e dopo non fa niente, sei eliminato. La prossima partita è la più importante, molto emblematica. Le partite che a me, ti dico, dopo, mi piace giocare questa gara, sono importanti, sono belle, c'è un'atmosfera molto bella, molto diversa, un rispetto, come abbiamo visto a casa. Allora, non è che abbiamo 50 calciatori che si può scegliere, no, noi abbiamo un gruppo di calciatori che viene da noi già da 2 anni e mezzo, alcuni cambi importanti, da Varsovia 2023 fino ad oggi c'è un cambiamento importante perché è un percorso normale, escono qualche calciatore, cioè arriva un momento e entrano altri. È una squadra diversa di quella lì. Allora io, come l'ho detto, mi fido tantissimo da tutti. C'è una cosa, 2 o 3 che si può fare sempre. Non mi piace dare nome. Voi avete visto, solo fare 6 mesi indietro che squadra era, e le squadre d'Europeo c'è un cambiamento. Io mi fido del calciatore, sempre, sempre. Allora scelgo e faccio giocare, però non mi interessa il momento solo del calciatore, mi interessa che il calciatore da noi come nazionale ci porta in campo tutto, l'anima e il cuore, e è un calciatore in grado di andare in campo. Se è in grado di andare al campo va a 100%. Nuk më intereson shumë momenti në cilin po kalon lojtari, por nëse ai është I gatshëm për të futur në fushë dhe për të dhënë për kombëtaren, është mundur të luajë. Sigurisht që e thashë më përpara që është një ndeshje shumë e rëndësishme, më e rëndësishme momentalisht sepse kemi bërë një rrugtim për të arritur te kjo ndeshje, dhe sigurisht që nëse do kishim ardhur këtu me 3 pikë, nuk do të kishim duke folur për një rëndësi të tillë në këtë ndeshje. Edhe nëse fiton këtë ndeshje dhe më pas merr vetëm 0 pikë, sigurisht që I eliminuar dhe më pëlqen të luajnë ndeshje të tilla. Ne nuk është se kemi 50 lojtarë nga të cilët mund të zgjedhim vazhdimisht, kemi lojtarë të cilët gjatë këtij rrugtimi prej rreth 3 vitesh ka pasur ndryshime, duke marrë parasysh nga ndeshja e parë në Varshavë dhe tek ndeshja e fundit që po luajmë, por dhe skuadra ka ndryshuar, sidomos edhe Europian, gjatë Europianit pati ndryshime. Dhe unë besoj të gjithë lojtarët e mi gjithmonë dhe do duhet të bëj zgjedhjet e mia nesër, varësi të jo momentit të lojtarit, por të asaj çfarë jep në fushë. Eno Skaço, Radio Televizor Shqiptar. Përshëndetje mister. Përshëndetje. Kjo është një ndeshje ndryshe nga të tjerat dhe sado që ti biem nga ana, kjo është një ndeshje ndryshe për lojtarët, por edhe për ju, duke qenë se pikërisht në këtë 90 minutash vendoset ndoshta me shumë mundësi ai vendi I dytë që shkon në play-off. Sa ndihet ky presion tek ju dhe si përjetohen sfidat të tilla? Questa è una partita differente anche per i giocatori ma anche per voi, per lei, perché questa partita può decidere anche il secondo posto della girone, così noi possiamo andare anche nel playoff del mondiale. Come si sente con questa pressione? Ci sta? C'è pressione in questo momento per i giocatori e anche per voi? Përshëndetje again. Bella domanda. Questo che mi piace, poi
Guarda ragazzi, noi che siamo qui, i calciatori, sono molto abituati al pressing, è bello. Se no, non sarebbe qui, era dall'altra parte. Tu impara da bambino, da 15 anni, 16, gioca e deve vincere la rivale, 18 anni, 19 al primi squadra, 22, 23 già fa un derby, la città, poi io sono da San Paolo, dopo cresciuto in calcio a Londra, in Arsenal, poi è bellissimo. Poi noi siamo tutti molto abituati, loro, noi, quella è una motivazione extra in più. Come lo dicevo, è importante arrivare qua, Lettonia è stata molto importante vincere lì e arrivare qua in condizione, bravissima la domanda, di qualificarci. Allora, domani è una partita molto importante, il chi vince mette un punteggio, sì, il chi vince fa un percentuale importante di andare in avanti. Sappiamo noi, sanno loro, è chiaro di tutto, ma chiaro di tutto, poi è una partita bella, il pressing molto tranquillo, gestiamo bene con i calciatori, abbiamo lavorato 3-4 giorni di fila, anche da noi, partita bella, molto bella da giocare, magari possiamo lì andare a fare il migliore e quello che vogliamo, e vincere si possiamo certamente. Në fakt të gjithë jemi të mësuar me presionin në këtë profesion, sepse ti luan futboll që 15 vjeç, je mësuar të luash me kundërshtar që 18 vjeç, shumë lojtar kalojnë tek skuadra e parë, më pas 20-21 vjeç mund të luash një derbi të rëndësishme, kam pasur edhe vetë nga eksperienca ime nga San Paolo, më pas duke kaluar në Londër e tjerë. Në fakt mund të shërbejë dhe si motivim ekstra në këtë rast, por e rëndësishme që jemi këtu në këtë moment edhe ishte shumë e rëndësishme që fituam ndeshjen ndaj Letonisë, e cila na solli këtu. Kush fiton nesër, sigurisht që fiton i rritet më shumë për probabiliteti ose përqindja për të shkuar për të ecur përpara dhe bën një hap shumë më të sigurt për të shkuar drejt play-offit. Por jemi të qetë, jemi duke punuar edhe besoj se do të jetë një ndeshje e bukur për të shijuar. Bani të lutem jepja pak kolegut grek. Dušan Uštević, Portal Telegraf. Pitanje za gospodina Silvinja, dva pitanja zapravo. Od koga iz redova Srbije mislite da vam preti najveća opasnost, ko su ključni igrači i da li strahujete od otkaza u slučaju da izgubite od Srbije sutra? Lasci stare, sono in netto ritardo, chiedo scusa, I'm delay, sorry. Si sente minacciati di qualche giocatore di Serbia, in senso che ci sono qualche punti forti con la squadra di Serbia? E la seconda domanda è che hai paura che se non vinci questa partita perdi anche il posto di lavoro? Calciatori seri, la domanda, seconda? Sì, Sì, ho capito. Good afternoon. Very good first question. Puoi fare in italiano, mister? Can I answer in English? No? Yeah. I think the UEFA just punish me. No, Italiano? Va bene. loro traducono. Così è più facile. Quanto riguarda la prima domanda, che io penso che la prima domanda che è la bella, la buona di calcio. Quanto riguarda al mio futuro, il mio futuro ci penso io. Ho fatto, l'ho detto già all'Arsenal, ho fatto al Barcellona calciatore, ho fatto una nazionale brasiliana, ho fatto allenatore, sono assolutamente contento, felice in Albania. Poi dopo futuro, è come il futuro di un calciatore, un giorno è qui e tra parte è di là, noi non siamo eterni. La domanda non entra. Chiedo scusa, la prima domanda è buona e loro, l'ho detto, una squadra molto forte, individualmente i calciatori che giocano in campionato segnano su tutta la parte offensiva, difensiva, una squadra potente, fisica, mi spiace tantissimo uno contro uno, spreco l'energia, sono forte, e la parte offensiva sono calciatori importanti, buoni, calciatori che segnano, dentro l'area c'è cattiveria. Io mi ricordo 2018, nazionale brasiliana, abbiamo fatto un mondiale, la terza partita, Brasil-Serbia in Russia. E certamente abbiamo studiato tutte le squadre esterne, che oggi la conosco, è un'altra squadra già diversa, ma Kostic per esempio era lì, è una squadra che già si sa tutti, hanno molta qualità tecnica, una squadra forte, buona. Io potevo dire il nome di 2, 3, 4, ma parliamo di 5, 6, 7 calciatori, loro hanno
hanno calciatori forti, sì. Në fakt, pyetja e parë është një pyetje e duhur për futbollin. Pyetja e dytë nuk mendoj se vlen në këtë rast për diskutuar, sepse për të ardhmen time mendoj unë. Unë kam pasur një rrugtim timin në karrierë duke luajtur në Barcelonë, duke luajtur në Londër, në San Paolo, po ashtu edhe si trajner, zëvendës trajner në ekipe të ndryshme. Por mund të them që jam i lumtur për punën time në Shqipëri, edhe ne nuk jemi të përhershëm, nuk i dihet asnjëherë se si vjen e ardhmja e një futbollist ose trajneri. Për sa i përket pyetjes në lidhje me skuadrën e Serbisë dhe lojtarët, është një skuadër e fortë, janë lojtarë të cilët mund të shënojnë gol, potent fizikisht, shumë të fortë në luftën 1-1, harxojnë shumë energji, sidomos faza ofensive ka një lloj cinizmi, pra i shfrytëzojnë shumë mirë hapësirat që ju lejohen. Mbaj mend në vitin 2018 kur kam qenë pjesë e stafit teknik të skuadrës së Brazilit, jemi ndeshur në ndeshjen e tretë mos gaboj ndaj Serbisë. E kishim studiuar Serbinë, sigurisht që është një ekip, një skuadër ndryshe nga ajo e 2018-s, por që cilësitë teknike edhe fizike ishin dhe janë ende aty. Io desisto, vai te. Dobar dan, Stefan Smuđe, B92 Sport. Zanima me da li se slažete sa izjavom predsjednika Fudbalskog saveza Albanije, Armando Duka, koji je rekao da Srbija ima nekoliko samo dobrih igrača, ali ne i dovoljno dobar tim. Allora. Vetëm një sekond, ju lutem, kur të citohen deklaratat, të jemi sakt, pra kur sillen konferencë një deklarat që ka bërë një lojtar, një trajner apo një president, vetëm citimi të jetë i sakt, pra të mos i ndryshojnë fjalët. Faleminderit. Siete d'accordo con quello che il presidente dell'associazione albanese ha detto, che la Serbia ha solo qualche giocatori buoni ma non ha il gruppo, e Fation ha anche detto che devi citare le dichiarazioni, quello come ci sono. Because he didn't say that you don't have a good team. He said maybe our team la Serbia non ha una buona squadra. Is much better in quality, but he didn't say that you don't have a good team. That's the point. I think that it was the opposite. And that he said that Serbia had only a couple of good players. No. Okay. L'idea è che siete d'accordo che la Serbia ha solo qualche giocatori buoni, ma non una squadra, diciamo. Lasciami capire una cosa, ragazzi, cos'è se ridi. Qua c'è la traduzione in inglese? Io non riesco perché c'è in albanese, non riesco a capire. Lasci stare, lei mi fa la traduzione. Dopo ho visto la dichiarazione che dice questo signore. Che mia, il no, nostro non presidente, mia. il nostro presidente ha detto che Serbia. Ho capito. Ma guarda, ragazzi, io non leggo da niente, da nessuna parte. Io sono con i calciatori da 6-7 giorni, da fare bellissimo allenamento, da guardare loro, da prepararci loro per una partita importante. Allora, non mi interessa lo che dica di una parte o dell'altra, quello non mi interessa niente, se è vero, se non è vero. Io, come l'ho risposto, conosco benissimo questa squadra, ripeto che dal 2018 con Brasile lì ero in panchina, ho visto. Ma questo serve una squadra forte con tanti calciatori che giocano in campo, è la stessa risposta praticamente. Ma io ho dimenticato una cosa, anche in nostre squadre calciatori forti, buoni, mi fido tantissimo di tutti loro, posso dire tanti nomi, Hoxha, Manai, Broja, Sani, Nedim Bayrami, Lacci, Daccu, sono tanti, forse ho dimenticato qualcun altro, calciatori forti che quando va al campo va forte, va bene, segnano. Mi piace tantissimo tutti questi calciatori che ho portato in nazionale.
Në fakt mua nuk më bie shumë të rritë të lexoj se çfarë shkruhet edhe çfarë thuhet. Kam 6-7 ditë që përgatitem edhe shoh lojtarët edhe i përgatis ata për këtë ndeshje dhe nuk më intereson shumë se çfarë thuhet ose nëse është e vërtetë apo nuk është e vërtetë një deklaratë e caktuar. Unë e njoh, e thash edhe më përpara, është pak a shumë përsëritje e pyetjes së mëparshme. I kam parë që në 2018-ën skuadrën e Serbisë është skuadër e fortë, ka lojtarë individual të mirë, por nga ana tjetër mund t'ju them të njëjtën gjë për skuadrën tonë, që kemi lojtarë shumë të mirë, mund t'ju përmend disa emra si Hoxha, Manaj, Broja, Hasani, Daku, Laçi, të cilët janë shumë cilësor, din të shënojnë dhe japin çdo gjë në fushë. Okej, Bani, pyetje? Po, Mister, edhe gjithë fundit shumë shkurt, a ka një lloj krahasimi në këto 4 muaj Shqipëria e qershorit dhe Serbia e qershorit me momentin tani? Në anën fizike dhe psikologjike dhe diçka tjetër, keni përgatitur një fjalim apo nuk e di, diçka karikuese, motivuese për futbollistët përpara ndeshjes? Fare c'è un paragone tra Albania di giugno e Albania di ottobre e Serbia di giugno e Serbia di ottobre. Questa squadra fisicamente e anche psicologicamente per tutte e due squadre. E la seconda domanda è se avete preparato qualcosa, una parola da dire ai giocatori prima della partita? Giugno, sì. Non settembre, giugno. Sì, ottobre e giugno. La prima partita e la seconda. Ma guarda, questa è una cosa molto bella della nazionale. Io ho avuto l'esperienza della società e della nazionale. Ripeto, la brasiliana adesso qui da quasi 3 anni. È diverso, un lavoro diverso. Il calciatore forse non ti fa bene, là arriva da noi fa bene, di là fa bene, viene da noi è un altro mondo, è un'altra cosa, è un'altra metodologia, un'altra. Io ho calciatori che giocano a 3-5-2, da noi gioca a 4-2-3-1, cambia tutto. Allora da vedere il calciatore, secondo me questo è un momento non da noi solo, da tutti gli altri, è un momento che il calciatore arriva nel migliore momento. Bravo, perfetto, è quello. La domanda era quella. E no, io ho capito. La risposta arriva. Io penso che tutti arrivano nel migliore momento. Tutti, quando dico è che c'è tante partite internazionali. Giugno mica semplice. È un altro momento. Io penso che hanno cresciuto tutti il calcio. Tutti hanno cresciuto tanto fisicamente. Arriva un momento che già è il migliore momento di un calciatore. Secondo me ottobre, novembre, dopo 4-5 mesi in competizione, arrivano praticamente tutti molto bene. Anche attento che è un momento di tanti infortuni. Meno male che noi siamo a posto, ma io penso che da tutti, non solo da noi, ma da tutti arrivano in condizioni migliori. Avete preparato qualcosa di dire ai giocatori prima della partita? Sì, ma io adesso non te posso. Domani lo dico allora. Sì, sempre c'è qualcosa. Anche la parte psicologica della squadra fa cosa signora? No, scherzo, no. È una psicologa, ma facciamo noi a livello calcio, lei sempre ci dà un supporto e fa il suo lavoro molto bene. Grazie. Në fakt kjo është e bukur e punës me kombëtaren, duke qenë dhe diferenca nga klubi me kombëtaren, sepse i kanë provuar të dyja eksperiencat, janë punë të ndryshme komplet, metodologji të ndryshme. Ne kemi lojtarë të cilët luajnë me skemën 3-5-2 te klubi i tyre, ndërkohë tek ne luajnë me 3-4-2-1, por e rëndësishme është dhe ajo çfarë mendoj është që në këtë moment të gjithë lojtarët vinë në një moment të mirë të tyre, në qershor është pak e vështirë duke qenë se është fundi i sezonit. Nga ana tjetër mendoj që janë rritur lojtarët edhe fizikisht dhe psikologjikisht nga qershori deri më tani dhe periudha më ideale ndoshta e punës me kombëtaren në shtatori dhe nëntori, duke qenë se por ka një lloj kleçke sepse është dhe moment dëmtimesh, por për fatin tonë të mirë jemi goxha okay në këtë aspekt. Dhe sigurisht për aspektin psikologjik edhe të motivimit të lojtarëve kemi punuar dhe do të punojmë sigurisht që ka një aspekt për cilën fokusohemi aty. Pyetja fundit fare, Ylli. Mister, gjatë periudhës që jeni në drejtimin e kombëtares, na keni dhënë mesazhin që dyert e ekipit kombëtar janë të hapura për gjithë lojtarët, konfirmuar me 55 emra të thirrur në grumbullim për gjitha ndeshjet dhe 44 të aktivizuar. Nga lojtarët që keni marrë në vigjiljet e kësaj ndeshje, ka patur prej tyre që të kanë dhënë mesazhin që duan ta rrëmbejnë një bluzë titullari për nesër? Faleminderit.
Voi avete detto sempre che le porte della nazionale sono sempre aperte e questo si vede anche perché avete convocato 55 giocatori e 44 di loro sono stati attivi e hanno giocato. C'è qualche giocatore che gli ha dato il messaggio che vuole portare la maglia su questa partita domani? Che vuole giocare, diciamo? Di questi nuovi che hai portato, diciamo. Per scendetti la game è aperta, giusto lo che dice lei, è aperta. Infatti, guarda, abbiamo Griezmann, allora arriva Gripschi, è aperta. Loro sanno di quello, io ho una responsabilità grande con la nazione, con la federata, con tutti voi, con la nostra gente, di portare i migliori calciatori qui. Ogni tanto si sbaglia, giusto, non è mica facile da prendere, ma sono assolutamente fieri di tutti loro. Griezmann sta facendo un allenamento molto buono, Gripschi è arrivato, parlo di loro due adesso, per gli altri conosco bene. Sono contento di loro due, calciatori con una buona esperienza. Secondo me è il momento nostro, perché già abbiamo preso tutti i calciatori under 21, il nostro momento è quello dei calciatori 25-26 anni che venga a portare anche già un'esperienza, andare al campo. Domani non si sa mai la nazionale è quella. Io vedo il lavoro di una nazionale così, grazie. Sigurisht që është e hapur kombëtarja, ne në këtë grumbullim kemi grumbulluar edhe Klinsmann, Caken dhe po ashtu Nazmi Gripshin. Është një përgjegjësi e madhe të jesh trajneri i një skuadre të tillë, sepse duhet të zgjedhësh gjithmonë lojtarët më të mirë, por unë jam krenar për gjithë lojtarët e mi. Klinsmann për shembull ka bërë stërvitje shumë të mira në këtë ditë, na është afruar, bashkuar edhe Gripshi së fundmi. Jam shumë i kënaqur me të dy lojtarët. Më përpara kemi grumbulluar edhe lojtarë nga U21, tani ishte pak momenti për të marrë lojtarë të cilët janë 25-26 vjeç, të cilët mund të sjellin pak më tepër eksperiencë. Po jam shumë i lumtur me gjithë lojtarët edhe krenar me ta. Mirë, atëherë kjo ishte pyetja e fundit. Ju falenderojmë shumë për pranimin dhe ju urojmë gjithë mirë. Faleminderit, grazie. Grazie mille. Grazie Lenida. Grazie Leni.